Dhuna ka mbizotruar për vite me radhë në familjen Xhura në Durrës, e cila jeton me zvarfërisë në Porto Romano. Episodi i radhës është shënuar mbrëmjen e së mërkurës, kur vajza 14 vjeçare ka ndërhyrë për të shuar sherrin mes prindërve, por ka përfunduar e djegur në gjymtyrët e poshtme me ujin që zjente mbi sobën e drurit. E tashmë ndodhet në repartin e djegje plastikës në QSUT. Kjo është banesa e familjes Xhura, ku jetojnë 5 persona. Të dy prindrit, Kujtim Xhura, i cili është shpallur në kërkim, jetojnë dhe mbajnë familjen vetëm me të ardhurat që sigurojnë nga plehrat që janë gati 100 metra larg prej banesës së tyre. Ata për çdo ditë i drejtohen fushës së mbetjeve të plehrave, siç bëjnë me dije banorët e zonës këtu, për të siguruar mbetje plastike apo qelçi e për të shitur ato më pas në treg për të siguruar jetesën e 2 fëmijëve të tyre, por edhe të nënës me të cilën ndajnë këtë banesë të thjeshtë. Sipas familjarëve këtu, në banesë ka shkuar gjyshja 70 vjeçare e cila me lot në sy rrëfen se djali i saj Kujtimi, i cili është në kërkim nga policia, vazhdimisht konsumon alkool si pasojë e problemeve të mëdha ekonomike që kalon kjo familje. Pinte Kujtimi? Po. Ku punojnë, me çfarë jetojnë? Vahajme veç me non të shkoke me të urinat, me 300 hadhe. Të ketë punë, pa punë, 3 fëmijë. Unë dësh me valë kishte vunë, kurse jenë me ujë, mulla vete i shkretat me shku në shkollë. Gjatë dëshmisë së saj në polici, nëna e 14 vjeçares Manushaqe Xhura ka rrëfyer ngjarjen, duke theksuar se djegja e vajzës ka qenë aksidentale. Kujtimi ishte i dehur dhe më kërkonte para, por unë nuk pranoja t'ja jepja. Ai nisi pastaj të më dhunonte. Vajza ndërhyri për të shuar sherrin. Kujtimi qelloi me shkelp sobën e drurit që gjendet në mes të shtëpisë dhe qëndron mbi 4 tulla. Tenxheria në atë moment me ujë të nxehtë u rrëzua mbi prerin e vajzës. Soba e drurit qëndron ende në mes të kuzhinës, aty ku rrin zakonisht 5 anëtarët e familjes me origjinë nga zonat e thella të Burrelit.